Në këtë edicion do të ndiqni. Vonesat në krijimin e qeverisë i kanë kushtuar Kosovës miliona euro humbje. Nutricionisti Bardhi thot trupi duhet të përgatitet për muajin e agjërimit. Krijuesi logu, prej 20 vitesh Tropoja e Gjakova e kanë thyer kufirin kulturor. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kosova ka humbur miliona euro nga Bashkimi Evropian si rezultati mungesës së institucioneve prej më shumë se një viti. Kjo situatë ka shkaktuar humbje të mëdha në ekonominë e vendit. Kështu vlerëson njohësi i çështjeve të ekonomisë, Jakub Bellaça. Kosova ka humbur miliona euro fonde nga Bashkimi Evropian si pasojë mungesës së institucioneve funksionale për më shumë se një vit. Këto mjete të cilat kanë qenë të dedikuara kryesisht për sektorin infrastrukturës dhe sektorin privat, nuk janë përfituar, duke shkaktuar pasoja të drejtpërdrejta në zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas njohësit të çështjeve ekonomike Jakub Bellaça, sektorët më të dëmtuar nga kjo situatë janë pikërisht infrastruktura dhe sektori privat, të cilët konsiderohen shtylla kryesore të zhvillimit ekonomik. Këto mjete kanë qenë të dedikuar për sektorin e infrastrukturor, dhe më thënë për infrastrukturës gjithashtu edhe për sektorin private. Në këtë raste, këta dy sektorë kanë pësu humbje, dhe më thënë që janë dëmtu mas shumëte që në sektorin privat kanë ndikuar që ka ma pak konkurrueshmëri, dhe më thënë në sektorin privat për arsye sepse nuk janë përfituar këto mjete, gjithashtu dhe projektet infrastrukturore janë më të pakta për arsye se nuk janë përfituar këto mjete. Andaj do duhet që në këtë rast nga institucionet ndërkombëtare, dhe më thënë Komisionet Evropiane, është kriju një bindje dhe krijohet bindja që mosbesimi sepse nuk ka institucione, ka mungesë kapaciteteve institucionale. Në momentin kur ka mungesë kapaciteteve institucionale, edhe kushtet ligjore dhe procedurat ligjore për mi përfitu Kosova këto mjete nuk ka mundësi. Bellaça thekson se nga këto vonesa dëmtohet drejtpërdrejt ekonomia e vendit, pasi sektori privat është motori kryesor i rritjes ekonomike. Nga këto vonesa ekonomia e vendit dëmtohet për arsye sepse në aspektin e investimit, dhe me thënë, sidomos sektorin privat, sepse sektori privat është motori i zhvillimit ekonomik, nga sektori privat varet rritja ekonomike, mirëqenia ekonomike, varet buxheti i Kosovës, dëmtohet edhe sektori privat, gjithashtu edhe buxheti i Kosovës. Në momentin kur dëmtohet buxheti i Kosovës, sigurisht që si shërbimet civile, si gjithashtu kategoritë pensionale, kategoritë me mbështetje sociale, gjithë sektori privat dëmtohet realisht sepse nuk i përfiton këto mjete, se këto mjete e kishin fuqizuar, i kishin dhënë potencial një zhvillim më të hapshëm ekonomisë Kosovës. Mes tjerash, Bellaça tregon nëse do të ketë afat të fundit për përfitimin e këtyre fondeve. Realisht ndihma e Bashkimit Evropian dhe Komisionit Evropian është e caktuar për çdo vit, për çdo vend, mirë po sepse ato kanë qëllimin që sepse Kosova i ka disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat është nënshkruar si marrëveshje rajonale, CEFTA gjithashtu dhe procesin e rritjes që është dhe me thënë procesit të Berlinit të nivelin evropian, andaj kështu që ato i kanë parapor për çdo vit që të ketë mbështetje dhe ndihmë dhe kredinë, kështu që në momentin që themelohen institucionet, thjesht krijohen kapacitetet institucionale edhe krijohet siguria që të investohet dhe të mbështetet. Humbja fondeve evropiane për shkak të mungesës së institucioneve po i kushton Kosovës miliona euro dhe po ngadalëson seriozisht zhvillimin ekonomik të vendit. Planifikimi dhe përgatitja e trupit për muajin e agjërimit kërkon një kujdes të shtuar. Tashmë kur vetëm edhe pak ditë na ndajnë nga muaji i agjërimit, nutricionisti Jon Bardhi thotë se agjërimi i shëndetshëm është i mundur nëse agjëruesit konsumojnë ushqime të duhura dhe në sasinë e duhur. Me ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, për besimtarët musliman ndonse agjërimi është pastrim për shpirtin. Nga mjekët e nutricistët shpesh është konsideruar pastrim për organizmin.
Megjithatë, shumë persona gabojnë kur fillojnë të agjërojnë, nga se nëse zakonet janë të konsumohet çdo ditë pa orar, kur jemi në Ramazan agjërohet për shumë orë. Atëherë ndjehemi më të uritur kur Ramazani duhet na bëjë të ndjehemi më të lehtë. Kështu shprehur nutricisti Dian Bardhi. Duke nisur me një shprehje që Ramazani është një muaj i shejtë, ne si persona bëjmë shumë gabime edhe momentin kur hym në pjesën e agjërimit të ushqimeve. Gabimi primor që e bëjmë është se nëse zakonet i kemi që konsumojmë çdo ditë pa orar, momentin që vjen Ramazani dhe futemi tek pjesa e agjërimit të ushqimit, direkt kalon prej ushqimit në agjërim 14 deri në 16 orë varet prej vendeve. Ky gabim primor na bën neve që të ndjehemi më të uritur, e kurse Ramazani duhet të na bëjë të ndjehemi më të lehtë, të kemi qetësim truri, qetësimin e shpirtit dhe normal të kemi durim. Tutje Bardhi ka treguar për disa nga faktorët që ndikojnë që personi të ndjehet më i uritur. Disa nga faktorët tjerë që ndikojnë që ne të jemi më të uritur, është për shembull edhe si është mësuar personi, ka disa persona që nuk konsumojnë mëngjes dhe normal kanë mi pas ma lehtë tek pjesa e agjërimit, ka disa persona që janë të mësuar direkt në momentin që zgjon nga gjumi të konsumojnë mëngjes dhe për ata është më vështirë. Por gjithmonë duhet të dimë se si të përdorim etikën e agjërimit në mënyrë që të shkojë sa më lehtë. Nuk duhet të ndihemi rënd, nuk duhet të ndihemi të uritur, por duhet të ndihemi një qetësim. Se i përket faktorëve që ndikojnë në agjërim më të mirë, Bardhi u shprehur se gjumi dhe konsumimi i ujit janë një ndër to. Disa nga faktorët që ndikojnë për një agjërim më të mirë është që gjumi duhet të jetë kualitativ. Momentin që i kemi 7 deri 9 orë gjum, optimalisht mesataren 8 orë, pastaj ne ka mbetur edhe rreth 8 orë tjera që të agjërojmë. Momentin që nuk e kemi gjumin kualitativ, do më thonë e kemi copa, atëherë rritet hormoni i grelinës, i cili nxit apetitin ton, dhe zvoglohet hormoni i leptinës, i cili është hormoni i ngopjes. Faktor tjetër është edhe konsumi i ujit, nuk duhet të konsumojmë shumë ujë brenda një periudhe të shkurtër, për shembull, kemi shumë raste kur pak para se me mbaru syfyri, konsumojmë 2 deri në 3 litra ujë për disa persona. Kjo nuk ju hidraton, ajo vetëm ju dërgon më shpesh për urinim, e cila mund të jetë edhe më keq për apetitin tuaj gjatë ditës tjetër. Rëndësi e madhe duhet t'i kushtohet edhe ushqimit që konsumohet, është shprehur nutricisti Bardhi. Normalisht që ka shumë diferencë mes ushqimit të lehtë dhe mes ushqimit të rënd, dhe kjo përcaktohet momentin që hym në iftar. Vakti duhet të fillojmë me diçka të lehtë, për shembull 1 gotë ujë dhe 2 deri në 3 hurme, dhe pastaj gradualisht të rritet niveli i ushqimit derisa të dalim tek pjatat kryesore. Rekomandohet pas hurmeve të konsumohet 1 pjatë supë dhe pastaj tek vaktet kryesore çfarëdo që keni bërë. Mes tjerash, nutricisti Bardhi u shprehur se duhet pasur kujdes me përgatitjen e organizmit para muajit të agjërimit. Doktoresha ginekologe Jehona Binishi Hysa në një nga emisionet tona ka pohuar se shumë shpesh në shoqërinë tonë ka mangësi për trajtimin e perimenopauzës dhe menopauzës. Ajo, duke folur për këto problematika, vuri theksin te terapia hormonale si një mundësi e mirë për të ndihmuar shumë gra në këtë fazë të jetës. Perimenopauza është faza e parë e menopauzës natyrale, e cila i referohet periudhës kur trupi një gruaje fillon të ketë ndryshime të mëdha. Doktoresha ginekologe Jehona Binishi Hysa thot se në shoqërinë tonë ka pak mangësi në trajtimin e perimenopauzës dhe menopauzës. Na si shoqëri, si mjek, tu janë njësë për neve si mjek, si ginekolog, kemi pak mangësi në trajtimin e gruas në periudhën e perimenopauzës dhe menopauzës. Ndoshta pak kur i afrohesh asaj periudhe dhe shet që po të bën zilja, e kini farë ndjesie që pse na si shoqëni nuk e kemi trajtu këtë temë, se nuk duhesh veç me mbet 7 zane, ose veç me lind, ose veç me pas kancer larg qoftë, po me i trajtu edhe sëmundjet cilat vinë si pasojë e natyrës. Prandaj edhe këtë pjesën e perimenopauzës dhe menopauzës jo mundu shumë më u fokusu të pas edhe shumë ankesa prej anës pacientave, dhe ankesat natyrës shumë të randë ka njëherë, do të thotë që e prish edhe kualitetin e jetës edhe në familje. Mirë po, për të menaxhuar më mirë këto periudha, doktoresha shtoi se ekziston terapia HRT si një zëvendësim i hormoneve për një përditshmëri më të lehtë dhe më të balancuar. HRT-ja është të më të shkurtesë në gjuhën angleze, terapi hormonale substituive, është terapia e cila
aplikohet te gratë duke fillu prej perimenopauzës, kur fillon rënja e hormoneve të cilat i prodhojnë gjandrat reproduktive, vezoret, estrogeni, progesteronin, pak edhe testosteronin, dhe kur këto bin, fillojnë edhe ndryshime drastike në trupin e femrës. HRT-ja, do të terapia hormonale substituive është ajo që i zavenson këto, që ne në fakt e kemi në dorë me i trajtu pacientet edhe me ja u lehtësu simptomet e rënda të peri dhe menopauzës. E kur është fjala te simptomet në fazat e perimenopauzës dhe menopauzës, doktoresha shprehet se shqetësimet janë të shumta dhe të njëjtat edhe mund të shkaktojnë probleme shtesë në organizëm. Pak humbje e koncentrimit, nervoz, fillimi rënjes libidos, fillimi i ndryshimi i ciklit menstrual, pa disponim, cikli mundet me qenë akoma normal, mës me pas ndryshime, mirë po këto kolaterale, do të prekja e trurit, prekja e lëkurës, fillimi i rënjes libidos, do të konsiderojmë si gjendit perimenopauzës. Kjo mundet me zgjat me vite, deri sa rënja e hormoneve shkon në mënyrë graduale, jo në mënyrë rapide, dhe është e mira që na në këtë kohë të fillojmë zavendësimin. Mirë po, përkundër përpjekjeve dhe zhvillimeve shkencore, në Kosovë ende trajtimi i këtyre problemeve konsiderohet si stigmë brenda shoqërisë. Pacientet mendojnë që menopauza nuk duhet me u trajtu. Fatmirësisht gjeneratat e reja i drejtojnë nanat edhe kërkojnë ndihmën për to. Shpeshherë pacientet kur janë vizit për veti pyesin për nanën. Doktoresha më me të pyet, çështu kreti ka do thotë këtë problematikën që përmendim. Ajo duhet me u trajtu sepse shkon në përkeqësim e sipër, do të thotë si gjendja psikologjike, si gjendja përgjithshme, do të thonë tek ne jemi mësu gruaja i mshef ato, do të thotë se nuk duhet me vujt edhe në një farë mënyre i juvnon një perde këtyre problematikave, po nuk ka nevojë, do të thotë se ne mundemi me trajtu. Me kujdesin e duhur dhe trajtimi në kohë, femrat e kësaj periudhe mund të menaxhojnë ndryshimet dhe të arrijnë të kenë qartësi më të mëdha rreth vetës, më të fuqishme dhe më të lidhura me veten e tyre, ka shtuar doktoresha ginekologe Binishi Hysa. Ajo tregon që estrogeni ka filluar me ra, që njihet si lider në hormonet femrore. Vitamina D është thelbësore për shëndetin e përgjithshëm të organizmit dhe luan një rol kyç në shumë procese jetësore. Kjo vitamin merret kryesisht nga ekspozimi në diell, por edhe nga disa ushqime. Mungesa e saj është e shpeshtë dhe mund të kalojë pa u vënë re, prandaj profesionistët apelojnë për kujdes. Vitamina D luan rol të rëndësishëm në organizëm, ku roli kryesor është mbështetja e sistemit imunitar. Laborantja Lerida Osmani Ahmeti është shprehur se është rëndësishme të merret një suplement zëvendësues, sidomos gjatë sinës së dimrit, por njëkohësisht të mbështetet edhe me ushqime. Vitamina D ka rol shumë të rëndësishëm, roli kyç, domethënë vitamines D është mbështetja e sistemit imunitar, ka rol kyç gjithashtu edhe në muskuj, kocka, për shkak se e bën edhe përthithjen e kalciumit. Përndryshe vitamina D nivelet e vitamines D në gjak, domethënë, janë nga vlera 30 deri 100, na që e punojmë domethënë këtu në laborator, përndryshe është shumë mirë që me u konsultu paraprakisht me mjekun, pastaj pas konsultimit me mjekun është mirë që të marrë një supliment shkaku i mungesës së rrezëve diellit, sidomos gjatë sezonit së dimrit, dhe gjithashtu me mbështet edhe në ushqim siç janë peshku, vezët e tjera. Tutje laborantja është shprehur se kohët e fundit ka kërkesa të shtuara për analiza të vitaminës D. Kohën e fundit, jashtëzakonisht e kam vrejt që për shembull janë më të vetëdijshëm, edhe kanë filluar shumë a shumë që me pas kujdes sa i përket rolit të vitaminës D, edhe ka kërkesa të mëdha për me bu analizën e vitaminës D. Simptomat e mungesës së vitaminës D përfshin lodhjen si dhe dobësinë muskulare, veçanërisht të fëmijët dhe të moshuarit. Simptomat e mungesës vitamines D janë lodhje e shpesh, dobësia muskulare, imuniteti jashtëzakonisht i ulët dhe gjithashtu që çon infeksione të shpeshta, po ashtu janë tek fëmijët dhe tek të moshuarit zakonisht ka marramendje dhe dobësia është më e theksuar. Në këtë drejtim, ekspertët rekomandojnë kujdes të shtuar për nivelin e vitaminës D, duke kombinuar analizat laboratorike, ushqimin e shëndetshëm dhe suplementet, për të ruajtur shëndetin e përgjithshëm gjatë gjithë vitit.
Tropoja dhe Gjakova shumë shpesh bashkohen përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm të krijuesve të tyre. Shkrimtari Lulzim Logu, i cili ndër vite mban peshën e shumë ngjarjeve kulturore të zhvilluara në Tropoj, thotë se ka vite që me krijuesit e Gjakovës kemi një bashkëpunim të qëndrueshëm letrar. Krijuesit nga Tropoja dhe Gjakova ka më shumë se 2 dekada që kanë krijuar ura bashkëpunimi si nevoje domosdoshme për të thyer kufirin kulturor. Kjo dëshmi tashmë është realizuar si rezultati shumë bashkëpunimeve mes këtyre 2 zonave. Kështu vlerëson krijuesi Lulzim Logu, njëherët kryetari i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve të Tropojes. Po bëhen 20 vite në bashkëpunimin tonë me Gjakovën. Pas shlirimit Kosovës, ideja një grupi të konsiderueshëm të krijuesve Gjakovës e Tropojës për të thyer kufirin kulturor, tashmë besoj që është i realizuar. Realizimi i aktiviteteve të përbashkëta po kthehet një traditë qëndrueshme. Mjafton të themi që 5 mitingjet e poezisë të realizuara së bashku me klubin Gjan Nikol Kazazi dhe klubin e shkrimtarëve dhe artistëve të Tropojës janë një tregues që vërtet nismat kanë qenë serioze dhe të rëndësishme për komunitetin edhe në Gjakovë dhe në Tropoj, pavarësisht se Tropoj është një vend i vogël, por është një vend që ka vlera të mëdha të kulturës edhe të artit, traditës edhe të artit bashkëkohor. Ky bashkëpunim është përmbyllur suksesshëm edhe gjatë vitit të shkuar, që sipas krijuesit Logu janë mbajtur një varg aktivitetesh kulturore të përbashkëta, si dhe bashkëpunime në redaktime librash dhe promovime. Në 2025 kemi pas edhe botime, edhe redaktime nga 2 anë, nga Tropoja dhe nga Gjakova. Dhjetore mbyllëm me revistën Urat numri 14, që Vlend Ceke, që është një botim i përbashkët i klubit Gjan Nikol Kazazi dhe klubit shkrimtarëve artistëve të Tropoj, dhe kishim rreth 60 autorë, kryesisht nga krejt Kosova, Maqedonia, Malizi, por edhe përfaqësues nga Shqipëria, dhe në nëntor ishte promovimi i librit Tim Matri, i cili u realizua nga klubi Gjan Nikol Kazazi, klubi shkrimtarëve artistëve të Tropoj, në bashkëpunim edhe me shtëpinë botuese mjaft renomeuar në Ufër në Tiranë. Pra, është një traditë që vazhdon dhe shpresojmë që do të jetë gjithmonë edhe më aktive, që krijuesit e Gjakovës, Tropojës, po edhe të rrethinave, të jenë së bashku në promovime, në tribune letare, në konferenca shkencore të tjera. Ndarjet prej gjysmë shekulli natyrisht kanë lënë edhe pasoja të shumta, shtoi Logu, për të cilat vlerëson se tashmë ato veç se janë të kaluar të gjitha. Një gjysmë shekullit të ndam sigurisht që kanë pas indikacionin negativ. Jo vetëm ndarja nga gjaku, familjet për gjysmë, ndarja nga të afërmit, por ne kemi synuar që duke besuar që misioni i kulturës është pikërisht ky, që të afrojë realitete të shmang mungesat e gjata kohore, të mbush bëshleqe shpirtore, kemi synuar që përmes librit, artit, këngës, valles, takimeve letare të përbashkëta, ne të shkojmë tek njësimi i përbashkët, jo vetëm kulturor, por tashmë edhe shpirtëror. Pra ta konsiderojmë veten në një rrafshën e përbashkët kulturor edhe në rrafshën e përbashkët të gjakut që na lidh. Ky bashkëpunim ndër vitesh u pasi një urë komunikimi edhe për krijuesit të rinj të 2 zonave, duke u përpjekur që të shkëmbejnë përvoja letrare dhe artistike me qëllim të promovimit të shumë vlerave kulturore që mbajnë Tropoja e Gjakova. Do vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Vonesat në krijimin e qeverisë i kanë kushtuar Kosovës miliona euro humbje.
Nutricionisti Bardhi thot trupi duhet të përgatitet për muajin e agjerimit. Krijuesi logu, prej 20 vitesh tropoja e Gjakova e kanë thyer kufirin kulturor. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndeshni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.